Studentët serb kishin bërë thirrje për protestë dhe një numër çuditërisht i madh ju përgjigj. Edhe trenat e papërdorur të ekurudhave serbe nuk mundën të ndalonin fluksin e protestuesve në kryeqytet gjatë fundjavës. Një det i madh njerëzish mbushën sheshin Slavia të Beogradit, duke u derdhur në rrugët anësore krejtësisht të mbipopulluara. Bllokadat studentore të universiteteve, të cilat zjatën pothuajse një vit, kanë mbaruar, por zemrimi dhe pakënaqësia për korrupsionin dhe favorizimin e klientëve në Serbi nuk janë shuar as pak. As një vit e gjysmë pas katastrofës së shmangshme në Novi Sad, 16 persona humbën jetën në nëntor 2024, kur u shem tenda e stacionit të trenit të rinovuar së fundmi të qytetit, ndërsa policia u përpoq ta minimizonte numrin e papritur të lartë të pjesëmarrësve të shtunën në 34.300 demonstrues. Arkivi i tubimeve publike, i cili specializohet në vlerësimin e tubimeve masive, duke përdorur fotografi ajrore, e vlerëson shifrën në 180.000 deri në 190.000 njerëz, duke e bërë atë demonstratën e dytë më të madhe në Beograd, që nga përmbysja ish autokratit Slobodan Milošević në tetor të vitit 2000. Aleksandar Vučić, ish ministri i informacionit dhe kreu aktual i shtetit, mund të mos përballet me një grush shtetit të dhunshëm, por ai ende ka arsye të ketë frikë nga disfata e partisë së tij nacional populiste, SNS. Shenja augurzeze e demonstratës së madhe i ka treguar edhe një herë këtij kameleoni politik autoritar se ai nuk mund as ta shuaj dhe as ta injoroj pakënaqësinë në rritje për aktivitetet mafioze, korrupsionin dhe abuzimin me pushtetin. Gjatë një vizite shtetërore në Kinën e Largët gjatë fundjavës, Vučić me lëkurë të hollë hodhi poshtë akuzat se Beogradi kishte orkestruar trazirat pasi demonstrata kishte mbaruar, duke përdorur përsëri banditë të punësuar. Në vend të kësaj, kreu i shtetit të Serbisë pretendoi se miliarda ishin investuar në media dhe organizata parapolitike për ta rrëzuar atë, por pavarësisht kësaj, ne mbrapsëm këtë sulm. Në të vërtetë lidershipi i zgjuar dhe i jetur për pushteti i Serbisë duket se ka kohë që duhet të ndryshojë, pavarësisht nëse Vučić i lëkundur do të shpall zgjedhjet e parakohshme të shpallura në vjesht, dimër apo edhe që në ver, partia e tij SNS, krejtësisht e diskredituar, ka të ngjarë të ketë vështirësi në ruajtjen e pozicionit të saj, shkruan Tegelblad, ndërsa një aleancë e bashkuar e opozitës së fragmentuar apo edhe bashkëpunimi me studentët që drejtojnë listën e tyre të pavarur mbetet e pakapshme. Lajmet e këshia për forcën dominuese të dobët të Serbisë po shtohen. Arrestimi i shefit të policisë së Beogradit dhe ish këshilltarit të Vučićit Veselin Milić për mbulimin e një vrasjeje mafioze ka përshpejtuar rënien e vazhdueshme të popularitetit të presidentit brenda BE-s, vetë promovuesi i festuar prej kohësh si një i supozuar reformator, tani përballet me mosbesim të hapur, kryesisht për arsye politike të brendshme. Vučić rregullisht grindet me pothuajse çdo fqinj, por nuk është vetëm fakti që taktika e tij nacionaliste e largimit të vëmendjes nga problemet e brendshme, po bëhet gjithnjë më jo efektive, dhe se roli i tij i preferuar si zjarfikës për zjarret e shkaktuara vet nuk është më i kërkuar që po e shqetëson atë. Është kryesisht shkarkimi i mikut të tij politik Viktor Orban, që po e shqetëson dukshëm Vučićin me mendësi të ngjashme, ashtu si ish kryeministri i Hungarisë. Kampioni i vetshpallur i Serbisë kundër korrupsionit mund të ngecë në fund të fundit në kënetën e korrupsionit për cilën, sipas kritikëve të tij, ai është kryesisht përgjegjës. Në fushatën kundër personaliteteve të korruptuara dhe kriminale të shpallur përsëri nga Vučić, kreu i shtetit do duhet të fillonte me veten dhe rrethin e tij të ngushtë, siç është vëllai i presidentit Andrej Vučić ose kreu i SNS-s dhe ish kryeministri Miloš Vučević, kritikon politikani konservator i opozitës Borislav Novaković.